Pastërtia është gjysma e besimit. Kemi një besim falë Zotit i cili na urdhëron për pastrim, na urdhëron për pastërti, për pastrimin e trupit, për pastrimin e vendit ku falemi, për pastrimin e rrobës, për pastrimin e xhamisë tonë, të rrugës tonë. Kemi një fe që na thot ai njeri që gërmon kurrizin e tij dhe heq një mbeturi, një papastërti për rrugë, Allahu xhallashanu e fal dhe mëshiron atë njeri në atë moment. Një fe e cila merr abdes. Sa herë që të falish namaz, kur nuk ke abdes, do shkosh të marrësh abdes. Por abdesi nuk është thjesht të lash duart e të lash syt, se ka shumë që i lajnë duart dhe syt. Ai abdesi është diçka tjetër. Ai sikur është një gjë që të bën magji me veten, me trupin tënd. Ti heq krejt sikletët. Ai të jep një rahati të jashtëzakonshme. Nëse ishe për gjumsh, ai të bën taze sikur je zgjuar në atë moment. Nëse ishe i lodhur, ai të jep fuqi. Nëse ishe i ngarkuar dhe i rënduar, ai të lehtëson shpirtin dhe të lehtëson zemrën. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot kur merr abdes besimtari, dalin gjunahet nga lëkura e tij, poshtë thojnëve të tij, mes gishtrimëve të tij bie njëri mas tjetrit. Çfarë kanë bërë duart, çfarë kanë parë syt, çfarë kanë dëgjuar veshët, çfarë kanë ecur këmbët, është ky abdes, ky pastrim me të cilin Allahu xhallashanu i lehtëson këto gjymtyr. Prandaj mas i merrni abdes, prandaj e ndini veten më të lehtësuar. Nuk është se keni larë thjesht duar dhe këmbët, por e keni bërë me këtë nijet për t'u pastruar Allahu xhallashanu.